në çështjen penale ndaj tepandirit Samilu Shtoku për vepra penale pengim të dëshmisë apo të procedurës zyrtare, si dhe friksim gjatë procedurës zyrtare në bashkë për shkak se në çështjen penale ndaj tepandirit Samilu Shtoku, Rustem Rukulli, Recep Gjuta, Fatmir Mjoku, Ismet Hoxha, Skender Tahiri, Sheremet Jashari dhe Bajram Dibroni, të akuzuar për vepra penale pengim të dëshmisë apo të procedurës zyrtare, si dhe friksim gjatë procedurës zyrtare dhe veprën penale pjesëmarrje në një grup të organizuar kriminal në bashkëkrye, trupi gjykues, një zëri në emër të popullit merr këtë gjykim të pandehurit Samilu Shtoku, Rustem Rukulli, Recep Gjuta, Fatmir Mjoku, Ismet Hoxha, Skender Tahiri, Sheremet Jashari dhe Bajram Dibroni, me të dhënat e tjera si në shkresat e lëndës, lirohen nga të gjitha pikat e akuzës. Për shkak se vesh me qetësinë. Nuk është provuar se kanë kryer vepra penale, pengim të dëshmisë apo të procedurës zyrtare, si dhe friksim gjatë procedurës penale në bashkëkrye nga një dhe veprën penale të pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal në bashkëkrye, si dhe refuzohet propozimi i prokurorisë për konfiskim. Kur vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, sa i përket vendimit për fajësinë u mbështet në provat administruar në shqyrtim gjyqësor, realisht kur vendosi që të pandirët të shpollen të pafajshëm, realisht gjeti se faktet të cilat mbështetet aktakuza asnjëra nga provat nuk i ka vërtetuar të njëjtat dhe nuk i ka vërtetuar asnjëra nga provat relevante mbi të cilat u ndërtu kjo aktakuzë. Me theks veçantë, kjo gjykatë e vlerësoi dëshminë e dëshmitarit të emërtuar si dëshmitari C e i dëgjuar në shqyrtim gjyqësor, ku i njëjti e mohoi kategorikisht se tepandirët kanë ndikuar tek i njëjti për ndryshimin e deklaratës në një procedurë tjetër. Dhe në anën tjetër, gjykata, siç u tha, nuk gjeti asnjë provë bindëse me të cilën do të vërtetohej fajësia e tepandirit.